E ata që nuk e shpresojnë takimin ton, thanë, përse të mos na dërgohen neve engjëj, ose përse të mos e shohim Zotin ton. Ata të çmuan lart veten dhe u sollën me arrogancë. Për kriminalet atë ditë kur i shohin engjëjt nuk ka gëzim, sepse ata engjëjt u thonë, është e ndaluar çdo e mirë, apo xheneti është haram për ju. E ne i kthehemi ndonjë vepre që e bën ata dhe e bëjnë atë hije pluhur. Atë ditë banuesit e xhenetit do të kenë vend shumë të mirë dhe pushimore shumë të këndshme. Dhe përkujto ditën kur do të qahet qielli me anën e një reje e lëshon engjëjt në një mënyrë madhështore. Atë ditë sundimi i vërtet është i të gjithë mëshirshmit, e ajo ditë për jo besimtarët do të jetë ditë e vështirë. Atë ditë zullumçari do t'i kafshoj duart e veta dhe do të thotë, i mjeri unë ta kisha marrë rrugën e pejgamberit. O shkatërimi im, të mos e kisha bërë filanin mik. Në të vërtet, pasi e gjeta rrugën e drejtë, ai më largoi mua prej asaj, e djalli është ai që njeriu e humb dhe e le të vetmuar. E i dërguari tha, o Zot imi, vërtet, populli im e konsideroi këtë Kur'an si diç të hedhur. Shi, kështu, ne secilit pejgamber i ja bëm ndonjë armik prej jo besimtarëve, por mjafton që Zoti të jetë udhërfyes ndihmës yti. E ata që nuk besuan thanë, përse të mos i ketë zbritur atij Muhamedit Kurani për një herë. Ashtu e zbritëm pjesë që me të forcojmë zemrën tënde dhe ne e sollëm atë ajet pas ajetit, dal nga dal. Dhe ata nuk të sjellin ndonjë shembull ty, e që ne të mos ta tregojmë të vërtetën duke të ofruar shpjegim të qartë e të plotë. Ata do të tubohen, do të jenë të përmbysur me fytyrat e tyre në xhehenem, të tillëve u përket vendi më i keq. Ndaj ata janë më të humburit në rrugën e tyre. Ne edhe Musait i patëm dhënë librin e bashkuam me vëllain e tij, Harunin, që ta ketë si ndihmës. U tham, shkoni ju të dy tek ai popull që i përgënjeshtroi argumentet tona, e ne pastaj i shkatruam ata shumë keq. Ne e përmbytëm edhe popullin e Nuhut, me që ata të dërguarit i quajtën Renacak, e për njerëzit të cilët mendojnë le të marrin mësim nga ata, e për mizorët ne kemi përgatitur dënim të rënd. Edhe Adin, Themudin, banorët e Resit dhe shumë gjenerata ndërmjet tyre i shkatruam. E secilit prej tyre u patëm sjell argumente, por të gjithë e rënuam. Ata, kur e shitët, kaluan buz fshatit i cili ishte gurëzuar me atë shiun, gurëzim prej së larti, e shëmtuar, po a nuk janë ata të cilët e pan atë? Jo, nuk e vështruan, sepse ata ishin të tillë të cilët nuk shpresonin në ringjallje. E kur të shohin ty, nuk do të çmojnë ndryshe, por vetëm në tallje thonë, a ky është ai që Allahu e dërgoi pejgamber? Sikur ne të mos ishim të qëndrueshëm ndaj tyre, ai gati na pa të zbrapsur prej zotave tanë, e më vonë, kur ta shohin qartësi dënimin, do ta kuptojnë se kush ishte më larg nga e vërteta. A i ke parë ti atë që për Zot e çmon epshin e vet, e mos do t'i bësh ti ati mbrojtës? A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë ose kuptojnë, ata nuk trajtohen ndryshe, por vetëm si kafsh, bile janë edhe më të humbur nga e vërteta. A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati, andej e këndej, hijen, e sikur të kishte dashur do ta linde në një vend, pastaj diellin e bëm rrëfyes të saj. Pastaj ne atë e tërheqim pak nga pak. E ai është që natën u a bëri petk, gjumin pushim e ditën e bëri për gjallërim. Edhe ai është që i lëshon errëra myzhde në prag të mëshirës së tij, shiut, dhe ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër. Që me të t'i japim jetë një tokë të vdekur dhe t'u japim të pinë atyre që i krijuam, kafsh e shumë njerëz. Ne shumë herë u përkujtuam atyre këto fakte që të mendojnë, por shumica e njerëzve nuk deshtën tjetër pos refuzimin. Si kur të kishim dashur ne, do të dërgonim pejgamber në çdo vend banim. Po ti mos dëgjoj o besimtarët e luftoj ata me të, me Kur'an, me një luftë të madhe. Ai la të lirë të bashkohen dy dete, ky njëri i pishëm e i shishëm,
E ky tjetri i njelmët e i idhët, mes tyre bërit që të jetë ndonjë pend, prit që të mos përzihen. Dhe ai nga uji, fara, krijoi njeriun dhe i bëri atë të ketë fis dhe të ketë miqësi. Zoti yt ka mundësi të jashtëzakonshme. E ata në vend të Allahut adhurojnë atë që nuk pusjell as dobi as dëm atyre, po jo besimtari ndihmon atë që është kundër Zotit të vet. E ne nuk të dërguam ty për tjetër qëllim, por vetëm si përgëzues e si qortues. Thuaj, unë për këtë nuk kërkoj shpërblim prej jush, por vetëm kush të doj të marrë rrugën që e afron te Zoti i vet. Ti mbështetju atij të përjeshtmit që nuk vdes kurrë, madhuroje me lavdërimin që i takon atij, ai mjafton për njohje në hollësi të mëkateve të robëve të vet. Ai krijoi qiejt e tokën dhe gjithçka që gjendet në mes tyre brenda 6 ditësh, e pastaj mbizotëroi arshin. Ai është mëshiruesi, për këtë pyete ndonjë shumë të dijshëm. E kur është të thënë atyre, bëni sejdë ndaj të madhërishmit, ata thanë, e kush është Rahmani, mëshiruesi? A ti bëjmë sejdë pse ti na urdhëron? E kjo shtoi edhe më tepër largimin e tyre nga feja. I madhërishëm është ai që krijoi yje në qiell dhe vendosi në të dritë, diell, e hënë që ndriçon. Ai është që bëri natën e ditën zëvendësuese të njëra tjetrës dhe për atë që dëshiron të mendoj apo të falendroj argument. E robërit e Zotit janë ata që ecin në për tokë të qetë, e kur atyre me fjalë u drejtohen ignorantët, ata thonë paq. Dhe që përhitër Zotit të tyre natën e kalojnë duke i bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë, falen. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehenemit, e s'ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë. Ai vërtet është vend qëndrim dhe vend banim i keq. Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë dorë shtrënguar, por mbajnë mesatarën e janë të matur. Edhe ata që pos Allahut nuk lusin Zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto ai gjen dëshkimin. Atij i dyfishohet dënimi ditën e Kiametit dhe aty mbetet i përbuzur përgjithmonë. Përveç atij që është penduar dhe ka për vepër të mirë, të tillëve Allahu të këqijat u shndron në të mira. Allahu është mëshirues ndaj ai i fal shumë. Ai që është penduar dhe ka bërë mirë, në të vërtetë, ai është kthyer te Allahu dhe është i pranishëm. Robërit e Zotit janë edhe ata që nuk ndëshmojnë rrejshëm dhe kur rastësisht kalojnë pranë së keqes, kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet. Edhe ata që kur këshillohen me ajetet e Kuranit të Zotit të tyre, nuk e kthejnë shpinën si të shurdhët e të verbër. Edhe ata që thonë, Zoti ynë na bën që të jemi të gëzuar me punën e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit. Për shkak se duruan të tillë shpërblen me një shkallë të lartë në xhenet dhe aty priten me përshëndetje të selamit. Aty janë përgjithmonë, e sa vend qëndrim dhe vend banimi i mirë është ai. Thuaj, Zoti im, as nuk do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj, kur gjendeni në vështirësi ose sikur të mos ishit të thirrur të besoni. E ju përgënjeshtruat, andaj dënimi do t'ju jetë i pandërpredh. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ta, sin, mim. Këto janë ajetet të librit, të Kuranit, të qartë. A mos do të mbysësh ti veten, Muhammed, pse ata nuk bëhen besimtar? Si kur të duam ne, do të zbritnim një argument mrekulli nga qielli mbi ata, e që qafat e tyre do t'i rinin për ullur atij. Atyre nuk u vjen asnjë këshilla re nga mëshiruesi, e që ata mos t'ia kthejnë shpinën. Vërtet, ata përgënjeshtruan pse atyre do t'u vi kobi i asaj me të cilën talleshin. A nuk e shikuan ata tokën se sa shumë lloje bimësh të dobishme bëm të mbinë në të? Vërtet, në këto ka fakte të forta, por megjithatë shumica e tyre nuk qenë besimtar. E s'ka dyshim se Zoti yt është ai i gjithfuqishmi, ti ndërshkoj, po edhe i mëshirshmi. Përkujto kur Zoti yt e thirrri Musain, të shkosh te ai popull zullumçar.
populli i Faraonit, a nuk janë duke u frikësuar dënimit? Ai Musa i tha, Zoti im, kam frikë se do të trajnojnë si gënjeshtar. Do të më shtrëngohet krahërori shpirti im dhe nuk do të më lëshohet gjuha ime të flas rrjedhshëm, andaj dërgoje bëre pejgamber Harunin. Madje un kam një faj ndaj tyre e kam frikë se do të më mbysin për hakmarrje. Ai Allahu tha, kurse si nuk do të mbysin, po shkoni ju të dy me argumentet tona. Ne jemi me ju vështrues tuaj, ju dëgjojmë dhe ju ndihmojmë. Shkoni dhe Faraonit thoni, ne jemi të dërguar nga Zoti i të gjitha botëve. Ti lejosh beni Israilit të vinë me ne. Ai Faraoni tha, a nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin ton, ku i kalove disa vjet të jetës sate? Dhe ti e bëre atë punën tënde që e bëre, pra ti je mohues i të mirave që ti bëm. Musai tha, e bëra atë atëherë kur isha i pavetëdijshëm. Andaj edhe ika prej jush kur u friksova nga ju, e Zoti i më dhuroi urtësi dhe më bëri nga të dërguarit. Më përmend atë të mirë që më bëre mua e ti robërove beni Israilet. Faraoni tha, e cili është ai Zoti i botëve që ju dërgoi? Ai tha, Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çka ndërmjet tyre nëse bindeni. Ai Faraoni atyre që ishin përreth u tha, a nuk e dëgjoni? Ai Musa i tha, Zoti juaj dhe i prindërve tuaj të parë. Faraoni tha, vërtet i dërguai juaj që u është dërguar juve me siguri është i çmendur. Musai tha, Zoti i lindjes dhe i perëndimit dhe çka ndërmjet tyre, po që se kuptoni. Faraoni tha, nëse ti beson Zot tjetër pos meje, do të gjendesh në mesin e të burgosurve. Musa i tha, a edhe nëse të sjell ndonjë argument të qartë? Ai tha, si dhe pra nëse thua të vërtetën. Atëherë Musai e hodhi shkopin e vet, i cili u shndrua në xhar për të vërtetë. Nxori dorën prej xhepit kur që ajo në sy të shikuese flakëronte nga bardhësia. Faraoni, paris që e rrethonin u tha, vërtet ky qen ka magjistar shumë i aftë, që me magjinë e vet dëshiron t'ju dëboj nga toka juaj, e ç'më propozoni mua? Paria, shtyje atë dhe vëllain e tij, çështjen e tyre për më vonë, e ti dërgone për qytetet të bues, që të sjedhin të gjithë magjistarët e dijshëm këtu. Dhe magjistarët u tubuan në kohën e ditës së caktuar. Edhe popullit ju tha, e jani e tubohuni. Ashtu që ti përkrahi magjistarët nëse ata triumfojnë. E kur erdhën magjistarët i than Faraonit, a do të ketë shpërblim për ne nëse dalim gallënimtar? Ai tha, po, bile ju do të jeni atëherë prej më të afërmve. Musa i atyre u tha, hidhni atë që keni për të hedhur. E ata i hodhën litarët dhe shkopit e tyre duke thënë, për hir të madhërisë së Faraonit, ne me siguri do të jemi ngallënyes. Atëherë edhe Musa i e hodhi shkopin e vet, i cili me njëherë gëlltiset gjithçka kishin improvizuar ata. Atëherë magjistarët ranë në sejdë, u përulën. E thanë, ne i besuam Zotit të botëve, Zotit të Musait e të Harunit. Ai Faraoni tha, i besuat atij para se t'ju lejoja unë, s'ka dyshim se ai Musai është prijesi juaj që ua mësoi juve magjin, e keni për të marrë vesh më vonë. Unë do t'ua shkurtoj, do t'ua prej, duar dhe këmbët tuaja të anës së kundërt, këtë lithi, dhe që të gjithve do t'u gozhdoj. Ata magjistarët thanë, s'ka rëndësi, ne kthehemi Zotit ton. Me që ne jemi besimtarët e parë, shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë mëkatet tona. Ne e urdhëruam përmes shpalljes Musain të udhëtosh natën me robërit e mi dhe se ju do të ndiqeni prej Faraonit. E Faraoni dërgoi nëpër qytete për të tubuar njerëz, duke u thënë se ata janë një grup i vogël të cilët ikën me Musain. Dhe se me të vërtet ata na kanë zemëruar dhe ikën pa lejen tonë.
E me të vërtet, ne duhet të jemi syqel. Dhe ne u mbushëm mendjen e i nxorëm prej kopshteve e burimeve, prej pasurisë në depo dhe prej vendbanimeve të bukura. Ja ashtu, ne u bëm atë trashëgim beni Israilëve. E ata të faraonit i arritën beni Israilit në kohën e lindjes së diellit. E kur u pan dy grupet, shokët e Musait thanë, me siguri në zun. Ai, Musa i tha, kurse si, me mua është Zoti im, ai do të më udhëzoj. Ndërsa ne Musait i tham, me shkopin tënd bjeri detit, deti u nda dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe. E ne i afruam atje të tjerët, ata të faraonit. Dhe ne e shpëtua Musain dhe të gjithë ata që ishin me të. Kurse të tjerët i përmbytëm në ujë. Vërtet, në këtë ngjarje ka fakte, por megjithatë shumica nuk besuan. Nuk ka dyshim se Zoti yt është i gjithfuqishëm dhe i mëshirshëm. Lexoj nga ajo që të shpallëm ty Muhammed, atyre ngjarjen e Ibrahimit, kur i tha babait të vet dhe popullit të vet, çka jeni duke adhuruar? Ata i thanë, adhurojmë idhuj, vazhdimisht u jemi besnik atyre. Ai i tha, a ju dëgjojnë ata juve kur u luteni? Ose a u sjellin juve dobi apo dëm? Ata thanë, jo, po kështu i gjetëm se bënin edhe prindërit tanë. Ai tha, apo shihni se ç'po adhuroni? Ju dhe prindërit tuaj të mëparshëm. Në të vërtet ata që adhuroni ju, janë armiq të mi, përveç Zotit të botëve, nëse përveç idhujve adhuroni edhe atë. Zoti që më krijoi, ai më udhëzon mua. Dhe ai që më ushqen dhe më jep të pi. Dhe kur të sëmurem, ai më shëron. Ai më bën të vdes e mandej më ngjall. Ai tek i cili kam shpresë se do të më fal mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët. Më bën për kujtim të mirë ndër ata që vinë pas. Më bën prej trashëguesve të xhenetit të begatshëm. Dhe fale babain tim, sa i vërtet ishte nga ata të humburit. E mos më turpëro në ditën kur të ringjallem. Ditën kur nuk bën dobi as madhi as fëmijët. Bën dobi vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndosh. E xheneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm. Ndërsa Xhehenem u dëftohet atyre që ishin të humbur. Dhe atyre u thuhet, ku janë ata që i adhuronit ju? Posa Allahut, ata a mund t'ju ndihmojnë juve o vetes? E ata idhujt dhe adhuruesit e tyre njëri mbi tjetrin hudhën në të. Dhe të gjithë ushtria i tharët e djallit. E duke u grindur mes vete në të, ata thonë, pasha Allahun, një mend ne kemi qenë krejtësisht të humbur. Kur juve, idhuj, u kemi barazuar me Zotin e botëve. Neve nuk na humbi kush tjetër vetëm se kriminalet, prijesit. E tash për ne nuk ka ndonjë ndihmës ndërmjetësues. Nuk ka as ndonjë mik të sinqert. E, si kur të mund të kthehemi në dynja, edhe një herë do të bëheshëm besimtar. Në këtë që u përmend, ka argumente të bindshme, po shumica e tyre nuk besuan. Është e vërtet se Zoti yt është i gjithfuqishëm i mëshirshëm. Edhe populli i Nuhut gënjeu të dërguarit. Kur vëllai i tyre nga gjaku, Nuhu u tha, a nuk jeni ka friksoni? Unë jam për ju pejgamber besnik. Keni frikë dënimit të Allahut e më dëgjoni mua. Unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Pra, edhe një herë u them, friksohuni prej Allahut e më dëgjoni mua. Ata thanë, e si të besojmë ty kur ty të besojnë më të ultit? A i tha, unë nuk di se që punuan ata që ju thoni të ullët. Përgjithësia e tyre nëse kuptoni është vetëm para Zotit tim. E unë nuk do t'i përzë besimtarët. Unë nuk jam tjetër, por vetëm sa t'u tërheq vërejtjen haptas.
Ata i thanë, o Nuh, nëse nuk hes dorë nga ajo që mëson, do të gërzohesh, do të mbytesh me gur. A i tha, o Zoti im, populli im më pandeh gënjeshtar. Pra ti, me drejtësinë tënde, gjykon ndërmjet meje dhe atyre dhe më pështo mua dhe besimtarët që janë me mua. Andaj, ne e shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anijen e mbushur plot. Mandej i mbytëm në ujë ata që betën pas tyre. Edhe në këtë ngjarje ka argumente, po shumica e tyre nuk ishin besimtar. S'ka dyshim se Zoti yt është i plot fuqishëm, i mëshirshëm. Edhe populli Ad nuk i besoi të dërguarit. Kur vëllai i tyre Hudi u tha, a nuk frikësoni? Unë për ju jam i dërguar besnik. Andaj, keni frikë, dënim të Allahut dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi është vetëm prej Zotit të botëve. A në çdo bregore ngritni ndonjë shtëpi, ndërtesë, sa për lojë? Dhe a i ndërtoni pallatet e fortifikuara që të jeni përgjithmonë? E kur rëmbeni mizorisht. Pra, kini e frikë Allahun dhe në dëgjoni mua. Kini e frikë atë që u pajisi me çka e dinit vetë. U pajisi me mjetë e gjallërimi e me djemë, me kopshte e me burime uji. Vërtet, unë i frikësohem dënimit tuaj në një ditë të madhe. Ata i thanë, për ne është krejt një, si na këshillove, si nuk na këshillove. Kjo që na këshillon ti nuk është tjetër vetëm se tradit, mitesh të popujve të lashtë. Se ne nuk kemi për të dënuar. Dhe ashtu ata e trajtuan atë Hudin gënjeshtar, e ne atëri shkatëruam, edhe ky është një fakt, po shumica e tyre nuk besuan. Vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm, i mëshirshëm. Edhe kabilja Themud nuk i besoi të dërguarit. Kur vëllai i tyre Salihu u tha, a nuk frikësoni? Unë për ju jam i dërguar besnik. Andaj, kini e frikë, dënimin e Allahut dhe mua më dëgjoni. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është vetëm prej Zotit të botëve. A jeni të sigurt se do të beteni në këtë që jeni përgjithmonë? Në kopshte e në burime, edhe në të mbjedha e me hurma me frutat e tyre të freskët. Dhe ju me mjeshtëri po ndërtoni shtëpinë për kodra shkëmbore. Pra, kini frikë Allahun e më dëgjoni mua. E mos shkoni pas atyre që janë të pafrenuar, që e teprojnë me vepra të këqija, të cilët në tokë bëjnë shkatërime, nuk bëjnë mirë. Ata i thanë, ti je vetëm i magjepsur. Ti nuk je tjetër vetëm se njeri si kurse edhe ne, e nëse e thua të vërtetën, si dhe pra ndonjë argument. A i tha, ja, kjo është deveja, kjo do të pi ujë në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër, jo për një ditë. Dhe kësaj të mos i bëni ndonjë të keqe se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Po ata e therrën atë, madje u penduan nga frika. Por ata i zuri ai dënimi i premtuar, edhe në këtë ka argument, por shumica e tyre nuk u bën besimtar. Vërtet Zoti yt është i plot fuqishëm, i mëshirshëm. Populli i Lutit të dërguarit i konsideroi gënjeshtar. Kur vëllai i tyre Luti i tha, a nuk i frikësoni Allahut? Unë jam i dërguari i juaj, jam i besueshëm. Pra, kini frikë, dënimin, Allahun dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është e Zoti i botëve. Të mjerët ju, a shkoni pas meshkujve të kësaj bote. E gratë tuaja i lini anash, të cilat Zoti juaj i krijoi për ju, por ju jeni një popull që kalon çdo kufi. Ata i thanë, o Lut, nëse nuk pushon nga kjo që të na thua, me siguri do të jesh i dëbuar prej nesh. A i tha, unë jam kundër veprimit tuaj. Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata. Ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij.
përpos një plake gruas së tij që mbeti me ata në dënim. E më pas i zhdukëm ata të tjerët. E ne u lëshuam atyre një shi të jashtëzakonshëm gur nga qielli, e sa i keq ishte ai shi për ata të cilëve ju pa tërhequr vërejtja. Edhe në këtë kishte argument për të mbledhur mend, por shumica e tyre nuk qenë besimtar. E Zoti yt padyshim është ai i plot fuqishmi dhe i mëshirshmi. Edhe populli i Ejkës të dërguarit i konsideronin gënjeshtar. Kur Shuajbi atyre u tha, a nuk ruheni? Unë jam i dërguar te ju, jam i besueshëm. Pra kini frikë dënimin nga Allahun dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim për jush, shpërblimi im është prej Zotit të botëve. Plotësoni matjen e mos u bëni prej atyre që lën mangu. Dhe matni me peshoj, terazi, të sakt, precize. Dhe mos lëni mangu sendet e njerëzve e mos bëni shkatërime në tokë. Frikësoni atij që u krijoi juve dhe breznit e para. Ata i thanë, s'ka dyshim se ty të ka zënë magjia. Nuk je tjetër por njeri si edhe ne, dhe ne nuk të konsiderojmë tjetër vetëm se gënjeshtar. E nëse je nga të vërtetit, atëherë lëshoje mbi ne një com nga qielli si dënim. Ai tha, Zoti im e di më së miri për atë që ju veproni. Dhe ata e përgënjeshtruan atë, andaj i goditi dënimi i hijes, vërtet, ai ishte dënimi i një dite të llahtarshme. Edhe në këtë ngjarje ka argumente, por shumica e tyre nuk u bënë besimtar. E Zoti yt, padyshim, është ai i plot fuqishmi dhe i mëshirshmi. E edhe ai, Kurani, është shpallje, zbritje e Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik, Gjibrili. E solli në zemrën tënde për të qenë ti prej atyre që tërheqin vërejtjen, pejgamber. Të shpallëm me gjuhë të kulluar arabe. Dhe se ai, Kurani, është i përmendur edhe në librat e mëparshëm. A nuk ishte për ata, për jo besimtarët Mekas, argument se atë e dinin dietarët, ulemaja e Beni Israilve. E sikur t'ia shpallnim atë, Kuranin, do një jo arabi. Ai t'u lexonte atyre, ata nuk do t'i besonin atij. Dhe kështu ne u futëm atë dyshimin në zemrat kriminalëve. E ata nuk i besojnë atij, Kuranit, derisa ta shohin dënimin e dhëmshëm. Dhe t'ju vi befas duke mos e hetuar. E atëherë të thonë, a thua do të na jepet afat? E si ata kërkojnë shpejtimin e dënimit ton, kur i than pejgamberët sillni e dënimin. Po më thuaj se edhe nëse ne u japim të jetojnë vite me radhë. E pastaj t'u vi atyre ajo me çka u tërhiqet vërejtja. Çka do t'u vlej atyre ajo jetë që gëzuan? Ne nuk kemi ndëshkuar asnjë fshat vendbanim e ai të mos ketë pasur pejgamber. Që ju përkujtoj përfundimin e punës së keqe, ne nuk bëm të badrejt. Atë, Kuranin, nuk e sollën djajt si fallin falltorve. Atyre as nuk u takon as që kanë mundësi. Pse ata janë të penguar edhe për ta dëgjuar. Pra, përpos Allahut, mos lut zot tjetër e të bëhesh prej të dënuarve. Dhe tërhiqu vërejtjen farefisit tënd më të afërt. E të jesh i but ndaj besimtarëve që të pranuan ty. E nëse ata, jo besimtarët, të kundërshtojnë, ti thuaj, unë jam i pastër nga ajo që punoni ju. Dhe mbështetu në të plot fuqishmin mëshiruesin, i cili të sheh kur të ngrihesh në këmbë. E të sheh edhe lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen. Në të vërtet, ai është dëgjuesi i dijshmi. A tu tregoj unë se kujt i vin djajt? Ata i vin çdo gënjeshtari mëkatari. U vin dhe hedhin dëgjimin, shumica e tyre gënjejnë. E përsa u përket poetëve që Muhamedi nuk është i tillë, ata i ndjekin të humburit nga e vërteta. A nuk sheh se ata hidhen në çdo anë, sa lavdrojnë sa përqeshin. Dhe ata janë që flasin atë çka nuk punojnë.
me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që e përmendën shumë Allahun dhe që u mbrojtën pasi që atyre ju bë e padrejt. E ata që bën zullum do ta kuptojnë se ç'për fundimi i shkojnë, ç'dënim të ashpër ose ç'fendi në xhehenem do t'i nënshtrohen. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ta sin. Këto janë ajetet të Kuranit dhe të librit të kuptueshëm. Janë udhërrëfyes dhe myshde për besimtarët, që falin namazin dhe e japin zeqatin dhe mu ata janë të bindur ndaj botës tjetër. E atyre që nuk besojnë botën e ardhme, ne ua kemi hijeshuar vepra ndaj dhe ata bredhin. Të tillët janë ata që u takon dënimi më i rënd dhe mu ata do të jenë më të dëshpëruarit në botën tjetër. E s'ka dyshim se ti, Muhammed, e pranon Kuranin nga i urti, i dishmi. Përkujto, kur Musa i tha familjes së vet, unë e pash një zjarr e nga ai do t'ju sjell ndonjë lajm ose do t'ju sjell një urë të ndezur që të ngroheni. E kur arriti te ai u thirr, i bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij, i veçuar në madhëri është Allahu, Zoti i botëve. O Musa, në të vërtet, unë jam Allahu i plot fuqishëm i urti. E ti, hidhe shkopin tënd, e kur e pa atë që lëvizte si të ishte gjarpër, ai nga frika ktheu prapa duke mos pasur kujdes. I tham, o Musa, mos u frikso se pranë meje të dërguarit nuk friksohen. Përpos kush nuk është i dërguar, bën mëkat, ai friksohet, e që të keqen e zëvendëson me të mirën, atëherë s'ka dyshim se unë jam që fali shumë dhe jam mëshirues. Fute dorën tënde në xhepin tënd, e ajo do të dalë bart pa kurfar të keqe, e këto janë ndër 9 argumente për të vajtur te faraoni dhe populli i tij, se me të vërtet ata janë popull i prishur. E kur u erdhën argumentet tona të qarta, ata thanë, kjo pa dyshim është magji. Dhe edhe pse bindshëm të besueshëm në to, se shin nga Zoti, i mohuan në mënyrë të padrejtë e me mendjemallësi. Pra, shikoje se çfarë ishte fundi i shkatrimtarëve. Ne i patëm dhënë Davudit dhe Sulejmanit dituri, e ata të dytë thanë, i falendromi vetëm Allahut që na dalloi me të mira mbi shumë robër të tij besimtar. E Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha, o njerëz, ne kuptojmë gjuhën e shpendëve e na është dhuruar nga diçka, e vërtet ky është problem i qartë. E Sulejmanit ishte tubuar ushtria e vet që përbëhej nga egjinët, nga njerëzit dhe nga shpendët dhe ata mbanin rendin. Deri atëherë kur arritën mbi luginën e bubrecave, një buburec tha, o ju bubreca, hyni në vendet tuaja që të mos u coptoj Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju vërejtur. E ai, Sulejmani, buzëqeshi i gëzuar prej fjalës së tij dhe tha, Zoti im, më mundëso që të falenderoj të mirat tuaja që mi dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde më shtije në mesin e robërve tuaj të mirë. Dhe vështroi shpendët e tha, ç'është që nuk e shoh pupëzën, jo, ajo nuk qen ka këtu. Unë do të dënoj atë me një dënim të ashpër, ose do ta therr ose ka për të më sjellë ndonjë argument të fortë, si arsyetim. Ajo nuk zgjati shumë e tha, unë kuptova atë që ti nuk je i njohur dhe të erdha nga Sebei me një lajm të sigurt. Në të vërtet, unë gjeta një grua që po i sundonte ata, popullin e Sebeit, dhe asaj i ishte dhënë çdo send, e ajo kishte një front të madh. Madje takova atë dhe popullin e saj se adhurojnë diellin e jo Allahun, po djalli u kishte hijeshuar atë veprim të tyre dhe i kishte shmangur për rrugës së drejtë, andaj ata nuk gjejnë udhëzim. I kishte shmangur për të mos adhuruar Allahun që nxjerr në shesh, e di të fshehtën në qiell e në tokë, dhe që e di atë që fshehni dhe atë që publikoni. Allahu është një, nuk ka zot tjetër pos tij, Zoti i Arshit të Madh. Ai Sulejmani tha, do të shohim se a e thua të vërtetën apo je nga gënjeshtarët. Shko me këtë letrën time e hidhja o atyre, largu pak nga ata dhe përgjo se çka bisedojnë. Ajo, gruaja, Belkisa, tha, o ju pari, mua më ka arritur një letër madhështore. E lexova, kjo është prej Sulejmanit, mandej e hapi kurçe në të,
Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Bismillahirrahmanirrahim. Në vazhdim shkruan: të mos u mbani në të madh kundër meje, po të më vini të dorëzuar edhe besimtar. Ajo tha: o ju pari, më sugjeroni në këtë çështje timen se unë nuk do të vendosja asgjë derisa dhe ju të jepni pëlqim. Ata paria i than: ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të rrept, por puna qëndron te ti, e ti mendo se çka do të na urdhërosh. Ajo tha: kur sunduesit e pushtojnë ndonjë vend, ata e rrënojnë atë e parin më të zgjedhur të atij vendi e nënshtrojnë, kështu ata veprojnë. Po unë do të dërgoj atyre një dhuratë të madhe e do të shoh se çka do të na sjellin të dërguarit me dhuratë. E kur i erdhi ajo Sulejmanit, ai tha: a me pasuri më ndihmoni mua, e atë që Allahu më ka dhënë mua është shumë më e dobishme nga ajo që u ka dhënë juve, por ju krenoni me dhuratat tuaja. Theu te ata, i tha kryesuesit të deleguarve, se për Zotin ne do të vim atyre me një ushtri, se cilës ata nuk do të mund t'i bëjnë ballë dhe do t'i dëbojnë prej aty të nështruar e të poshtëruar. Ai Sulejmani tha: o ju pari, cili prej jush do të më sjellë thronin e saj para se të vinë ata të dorëzuar. Njëri prej gjinëve të vrasht i friti tha: unë do ta sjell atë ty para se të ngritesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt. E ai i cili kishte diturin nga libri tha: unë ta sjell atë ty sa qele mshel syt, këtij tha sille, e kur e pa atë fron të vendosur pranë tij, Sulejmani tha: kjo është dhuntia e Zotit tim që të sprovoj mua se a do të falenderoj apo mos ta përbuz. E kush falenderon, ai falenderon për të mirën e vet, e kush përbuz, Zoti im s'ka nevojë, është i panevojë e bujar. Ai Sulejmani tha: ndryshonia asaj fronin që ta provojmë se apo e njeh apo është nga ata që nuk din ta njohin. E kur erdhi ajo, i tha: a është i këtill froni yt? Ajo tha: si të ishte vet ai. Sulejmani tha: neve na është dhënë dituria përpara saj dhe ne ishim besimtar para saj. Pse atë Belkizen e kishte penguar nga besimi i drejtë, ajo që adhuronte, posa Allahut dhe ishte nga një popull jo besimtar. Asaj ju tha: hyn në pallat, e kur atë mendoi se është një ujë i madh dhe i përvol këmbët, ai Sulejmani tha: ky është një pallat i lëmuar prej qelçi. Ajo tha: Zoti im, unë i kam bërë krim vetes e tash i dorëzohem, pranoj besimin Allahut së bashku me Sulejmanin, Zotit të gjithësisë. Ne ia dërguam Themudit, vëllain e tyre nga gjaku, Salihun të thot: adhuroni Allahun, kur që ata dy grupet që kundërshtoheshin. Ai Salihu tha: o populli im, përse nguteni e kërkoni të keqen, dënimin, para të mirës, pse të mos i kërkoni falje Allahut që të mëshironi? Ata than: ne parandjejmë fatkeqësi me ty dhe me ata që janë me ty. Ai tha: ndjedha e fatit tuaj është e Allahu, por vetë ju jeni një popull që ngatëroni. E në qytet ishin 9 veta që bënin shkatrime në tokë, e nuk përmirësonin. Ata që than: betohuni mes vete në Allahun, ta mbytni atë dhe familjen e tij natën, e pastaj të afërmet të tij u thoni: ne nuk morëm pjesë në mbytjen e familjes së tij, dhe se ne jemi të drejtë, të vërtet. Ata përgatitën një kurth e ne u shpërblyem kurthin duke mos e hetuar ata. Pra, vështro se çfarë ishte përfundimi i dredhisë së tyre. Në të vërtet, ne zhdukëm të gjithë ata dhe popullin e tyre. E këto janë shtëpitë e tyre të mbetura shkret për shkak të mizorisë së tyre, e nuk ka dyshim se në këtë rënim për një popull që kupton ka argument. Ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të matur duke i shmangur mëkatit. Përkujto Lutin kur ai popullit të vet i tha: a bëni atë punë të shëmtuar që dha vet ju e kuptoni se është e keqe? A vërtet ju nga epshi kontaktoni me meshkujt, i braktisni gratë tuaja, ju jeni popull ignorant, gjahil.